31 dhjetor, ju uroj gëzuar vitin e ri. Këtu në New York shumë ftohtë. E di që në Shqipëri nuk është kaq. Ju uroj një vit paqëm, ndërkohë që në ato pasazhet shkurtër që mundohem të marr nga ato grimasa nga Shqipëria, shikoj më të rrezikshmit janë fshatarët në mendim fshatar amator kur flasin për këtë vend të madh për Amerikën. Ju them të gjithëve që SPAK mbështetet nga amerikanët. Përpara 3 netësh, në 12 natës, nga një avion amerikan kanë zbritur në Rinas 30 vet FBI dhe DEA. Se si amerikanët kryejnë punët e tyre nuk mund t'i japin mendime ata analizë provincial fshataresk që nuk e njohin as pak këtë. Jemi me fat. Natyrisht që edhe unë vi nga një vend që kemi atë komplekset, atë sistemi të kaluar dhe mbaj mend kur Escobarin e pyesja përse bënin në grada Berishën, si shtoni ju për korrupsion, kur ka 8 vjet që ka ikur dhe nuk bëni Ramën. Më i korruptuarin. Dhe përgjigja ishte që ne nuk japim llogarisë kur vendosim dhe për cilin vendosim. Ndaj prisni. Natyrisht që Rama është si një drejtues i një grupi të strukturuar kriminal. Lubin kërkon ta mbroj, atë figurinën të Akshi gjithashtu, por SPAK këtë radhë nuk e ka arrestuar siç ka arrestuar Velien ose Metën dhe disa mendimtar të mëdhenj fshataresë thonë që pse ata kështu edhe këta jo, lëreni SPAK-un, sepse SPAK-u drejtohet nga amerikanët dhe ka specialistë FBI. Rama me të gjitha me atë monolog idiotesk që ai e quan konferencë shtypi tregoi se është i dëshpëruar. I kanë shkuar në Surrel. Mund të arrestojnë bashkëshortën, mund të arrestojnë vllajën, mund të arrestojnë gjithë nga të afërmit e Tikunatin që nuk kanë imunitet. Ai këtë e di. Ndaj flet si Lenini, si Trotski, si Liligjoni, vendosini si të duash epitetet e tij. Është deputeti asaj zone që e la pa ujtë dhe e ditë përsëri thonë lënjatët që në disa lagje ka shkuar ujë dhe avaria mund të filloj përsëri. He's done. Me fat që Kongresi ka kaluar një pakt që detyron Trump për nëngrada të reja dhe Rubion që të mos jetë më me mec e të flasë. Natyrisht që ne jemi një pikë e vogël. Nuk kemi qendra e botës si kujton Rama, po në këtë rast kjo e favorizon. Pra që ai është askushi. Por SPAK me dosjet masive do ta shkatroj dhe shërbimi më i madh që do i bëhet atij vendi shporja e Ramës, sepse do shpëtoj Shqipëria, po do të shpëtoj edhe një nga partitë kryesore të vendit, siç është socialiste, partia e dytë më e madhe në Shqipëri. Prisni SPAK. 30 vet FBI dhe DEA-s për çfarë kanë zbritur? Për t'u dhënë flet lavdërimi ose shishe verë fshatareskëve opinionistët të mëdhenj provincial? Jo. Ju uroj edhe një herë vitin e ri. Më falin nëse ju shqetësova sa do pak, por nuk mund të rija pa ju thënë. Ju përshëndes.